Radio Kosova. Pa kufi. Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali Zi, me emisionin Pa kufi. Përshëndetje nga studio e Radio Tiranës, të dashur dëgjues. Po takohemi si çdo të njëjtë në emisionin tonë të përbashkët Pa kufi, Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Mali Zi, ku për 60 minuta diskutojmë tema dhe aktualitete që preokupojnë qytetarët e vendeve tona. Këtu nga studio Radio Tiranës, një përshëndetje nga unë, Jahomar Gjeka. Sot kemi zgjedhur të diskutojmë për mjedisin ku jetojmë. Cilësia e mjedisit ku jetojmë, cilësia e jetës. Si është realiteti në vendet tona. Për të bashkëbiseduar për këtë temë, sot kemi një panel të ftuarish këtu në studion e Radio Tiranës. Unë jam me zonja Nertila Muçollari, ekspert e mjedisit. Mirë se erdhët, zonja Muçollari, dhe faleminderit shumë për kontributin sot në Pa kufi. Faleminderit, zoti Jau. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka është profesor Zeqir Veselaj nga Universiteti i Prishtinës. Përshëndetje Mirvete për ju dhe të ftuarin tuaj, apo dëgjohemi? Përshëndetje për ju dhe për të ftuarën tuaj, përshëndetje po ashtu dhe për kolegët tanë në 2 studio tjera dhe për të ftuarit e tyre po ashtu. Sigur e thatë edhe ju, unë sot kam ftuar profesor doktor Zeqir Veselaj, është profesor në Universitetin e Prishtinës. Profesor, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë për kohën. Mirë se u gjeta, kënaqësi. Kënaqësia është e jona. Faleminderit Mirvete, faleminderit të ftuarit tuaj. Në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Jusufi është profesor doktor Afrim Osmani nga Universiteti Shtetëror i Tetoves. Për momentin nuk jemi në lidhje me Radio Shkupin, do të provojmë të lidhemi më vonë. Ndërsa në studio në Radio Mali të Zi e ftuar e kolegut Senad Gilaj është Elma Kahvegjic Pepic, ekspert e mjedisit. Kronikën e përgatitur nga kolegu Gilaj do ta transmetojmë për gjatë emisionit. Le të provojmë edhe një herë me Shkupin, me Medali? Jo, nuk jemi në linjë me Shkupin. Atëherë fillojmë diskutimin këtu në Radio Tirana, pastaj do të provojmë përsëri të lidhemi me Radio Shkupin me kolegun me Medali Jusufi. Siç u thash miq, do të diskutojmë sot një temë që është aktuale, që është e rëndësishme. Do të flasim për mjedisin ku jetojmë, për realitetet që kemi në vendet tona, natyrisht për realitetet e vendit tonë këtu në Shqipëri, siç u thash, do të flasim me Nertila Muçollarin. Nertila, mjedisi është një realitet i gjerë, është cilësia e ajrit, është cilësia e ujrave, janë shumë komponentë që përbëjnë ato që mund t'i themi mjedis, pyjet, shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në një cilësi ose të mirë ose jo të mirë të mjedisit. Si do ta përkufizojmë ashtu të përgjithshme me një fjalë të përgjithshme mjedisin në vendin tonë? Patjetër që siç e the Jaho, mjedisi ka shumë komponent. 3 më kryesorët janë ajri, toka dhe uji. Tani nëse ne do flasim se si është cilësia e këtyre 3 komponentëve më kryesor, pa u futur më pas në secilin prej nën komponentëve, cilësia e mjedisit në vendin ton patjetër ka problematika të ndryshme, të shumta, të cilat ashtu siç se ka nevojë që të studiohen, ashtu patjetër ka nevojë edhe që të përmirësohen. Nëse ne do të fillonim me ajrin, cilësia e ajrit sipas dhe studimeve më të fundit në vendin ton, ka një raport jo të mirë. Jo të mirë, patjetër. Raporti më i fundit i cili e ka ndërlidhur cilësinë e ajrit edhe me efektet që ai ka në shëndet. Pra, parametrat kanë rezultuar tepër të larta kryesisht në Tiranë, por dhe jo vetëm në Tiranë. Pothuajse të gjithë qytetet urbane në vendin ton kanë një cilësi të keqe të ajrit. Nuk mund të lëm pas edhe Durrësin, edhe Elbasanin, edhe Korçën në periudha të caktuara të vitit, edhe Vlorën, që ndonse në periudhën e dimrit mund të themi që Vlora ka një cilësi të mirë të ajrit, por në periudhën e verës cilësia është tepër e rënduar si pasojë e
turizmi dhe e trafikut që krijohet. Korça gjithashtu një qytet shumë i pastër, por në periudhën e dimrit cilësia nuk është e mirë. Elbasani njihet për problematikat e tij të ndotjes së ajrit si pasojë e metalurgjisë dhe Durrësi gjithashtu nuk e lash kot të fundit Tiranën sepse patjetër ka një akumulim më të madh të popullsisë, por dhe cilësia, parametrat pothuajse në zonën e Unazës ose dhe në zonat më të populluara dhe ku ne kemi kantier ndërtimi, cilësia e ajrit ka qenë shumë e keqe. Parametrat kanë rezultuar tepër të larta dhe shumë të larta se sa standardet e EBE-s, por dhe një studim i fundit i cili ka parë dhe ndërlidhjen dhe efektet në shëndet ka nxjerr rezultate që ne kemi vdekshmëri apo ndikime në shëndet rreth 3 herë më të larta se sa normat europiane apo mesatarja europiane. Mbi 300 vdekje ju atribuon demencës lidhur me ndotjen e ajrit. 1 në 3 vdekje në demencë i atribuohet pra ekspozimit ndaj ndotjes së ajrit. Kjo ishte edhe risia më e fundit e studimit të fundit europian që po e shohin ndërlidhjen e demencës. Kjo është në raport me vendin ton, por edhe në vendet e tjera. Po, është një raport i votuar përpara 2 javësh. Po. Jo tamam. Po, është shumë i freskët si raport që e shofi dhe risia ishte që dhe të lidhja e demencës me ekspozimin ndaj ndotjes së ajrit. Pse vjen kjo ndotje? Është pak a shumë e kuptueshme, ju thatë trafiku i madh, urbanizimi, sidomos në qytetet e mëdha vrehet një cilësi jo e mirë e ajrit, por cilat janë faktorët kryesorë që përbëjnë ato që ndikojnë në cilësinë e keqe të ajrit? Atëherë, sipas studimeve dhe matjeve që janë kryer, vlerat më të larta në ajër kanë rezultuar të dioksidit të karbonit, të CO2-shit, PM2.5 dhe grimcave PM2.5 dhe PM10. Tani, praktikisht tu themi dëgjuesve kështu pak më thjesht. Më thjesht. Këto vlera të larta ka rezultuar si pasojë 1 e transportit, pra e trafikut të rënduar, dhe 2 lidhen edhe me kantierët e ndërtimit, kryesisht në zonat urbane. Pra, këto janë 2 faktorët më kryesorë që kontribuojnë në ndotjen e ajrit. Patjetër që faktorë të tjerë, siç thash në rastin e Elbasanit që është industria, apo dhe në zonat industriale ku kemi atë pak industri të zhvilluar, sepse ne nuk njihemi si vend me industri të zhvilluar, ose dhe ngrohja, kur ajo kryhet me anë të drurit. Pra, djegja e drurit është një çlirues kryesisht i grimcave më të vogla. Kohët e fundit ka patur një shqetësim edhe për ndotjen e ujrave. Patjetër. Pa folur hollësisht për këtë realitet, sepse është një temë e gjerë. Po, patjetër, vendi ynë fatkeqësisht edhe për cilësinë e ujrave rezulton ndër vendet e fundit me cilësi më të keqe, pra të pastërtisë së tyre, dhe kryesisht kjo ndotje, pra në këto burime ujore futen dhe ajo që është dhe më problematike, ujrat e larjes, që konsiderohen pra liqenet, lumenjt apo dhe detet. Cilësia ka rezultuar shumë e ulët, krahasimisht me vendet e tjera të rajonit apo dhe ato në Evropë, praktikisht kjo ndotje. Po me Dali. E kemi në linj. Jemi bashkë tani? Po, u dëgjoj shumë mirë. Po dëgjojmë edhe këtu. Okej, me Dali, mund ta prezantosh të ftuarin dhe pastaj vijojmë bisedat rregullisht sipas radhës së studios tona. Ashtu siç u paralajmërova, domethënë i ftuari sot në Radio Shkup në emisionin Pa Kufi është profesori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, profesor doktor Afrim Osmani. Profesor, mirë se erdhen në Pa Kufi. Është ambientalist, ekspert i fushës, ja. Okej, përshëndetje për të ftuarin tuaj, për dëgjuesit edhe një herë. Me Medali, ja ta përmbyllim këtë argumentin me të ftuaren time dhe pastaj ta kalojmë linjen në Prishtinë dhe tek ju. Pra, zona Muçullari, ujrat, ajri, ujrat, toka, ujrat kanë arsye të ndotën, janë shumë mbetje që depozitohen në përvende jo të duhura dhe shirat pastaj i marrin përpara dhe i çojnë në lumenj, në dete dhe natyrisht
ndotja e ujrave. Toka pse ndotet, nga se ndotet toka? Doja të përmbyllja këtë pjesën e ujrave që ne kemi dy problematika shumë të mëdha. Po kishte një shqetësim përpara pak ditësh në gërgderdhjen e lumit ishëm në detin Adriatik. Po menaxhimi i mbetjeve është njëri prej problemeve, i cili bëhet shkaktar më pas edhe për ndotjen e ujrave me mbetjet e ngurta. Pra mos depozitimi i duhur i tyre çon më pas edhe depozitimin e tyre hedhjen në lumejnë e cila më pas akumulohet në për gërgderdhje, por një problematik tjetër është edhe mungesa e sistemeve të trajtimit të ujrave të zeza, e cila më pas bëhet shkak për ndotjen e ujrave me mikroorganizma, baktere dhe problematika të tjera. Normalisht edhe me mbetje të ngurta nëse nuk bëhet ky trajtim i duhur. Po toka në Shqipëri është ndotur sipas atyre statistikave që keni ju. Patjetër që të gjitha këto problematika, nëse ne kemi një lumë të ndotur, mos të kemi menaxhimi i mbetjeve bëhet burim më pas edhe i ndotjes tokave. Por nëse ne kemi më pas të lumenj të ndotur, këto dete shpeshherë këto bëhen burim ndotje normalisht edhe për tokat. Por patjetër dhe tek tokat Por jo ndonjë ndotje radioaktive, ndonjë ndotje e niveleve të tjera. Ndoshta po kërkon studime, ndonjë ndotje të metaleve të rënda, ndotje të pesticideve mund të kemi kryesisht të tokave, por radioaktive nuk konfirmohet të kemi. Faleminderit Zonja Muçollari për këtë pjesë të diskutimit. Do ta kalojmë linjen në Radio Kosova te kolegja Mirvete Uka me të ftuarin e saj, profesor Zeqir Veselaj. Mirvete. Po ja, do të vazhdojmë këtu me profesor Veselaj. Profesor, përveç punës që bëni në fakultetin, në Universitetin e Prishtinës si profesor dhe si ekspert i kësaj fushë, ju prej shumë vitesh merreni me çështjet e ambientit edhe jashtë universitetit, jeni shumë aktiv, dhe do doja fillimisht një përmbledhje të shkurtër, nëse mund ta përgjigjsoni se cila është cilësia e ambientit tonë dhe si ndikon ai në shëndetin tonë, për ta zbërthyer pastaj edhe në faktorët që ndikojnë në secilin prej këtyre në ujin, ajrin dhe tokën që shpesh edhe në të shumtën rasteve lidhet me çështjen e menaxhimit të mbeturinave. Faleminderit Mirvete, kënaqësi të jem në emisionin Pa Kufi, sepse në fakt edhe mjedisi nuk njeh kufi. Dhe pak a shumë i kemi problemet e ngjashme në të gjitha vendet e rajonit, si Shqipëria, me disa diferenca të vogla të cilat do t'ju kthehem më vonë. Përshëndetje edhe për kolegët e juaj dhe të mit në për studiot respektive. Kosova realisht ka një ndarje sa i përket probleme mjedisore me luftën 98-99, ne e quajmë atë ndotjen e trashëguar që ka ndodhur para luftës dhe cila pas luftës si pasojë e rindërtimit Kosovës, si pasojë e pamundësisë që të trajtohen më seriozisht problemet mjedisore, nuk ka mund shumë që ta zbut këtë ndotjen e trashëguar. Pra kemi një ndotje të zëmë në rajonin e Mitrovicës, e cila nuk ka mund të trajtohet për shkak edhe të probleme politike që Mitrovica si qytet, përderisa ne pa mundur të jetë ndër prioritetet, pasur parasysh shkatrimin e vendit. Duke pasur parasysh që para luftës Mitrovica ka qenë njëkohësisht edhe qyteti që më së shumti ka kontribuar zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe jo vetëm të Kosovës, po të ish Jugosllavi. Madje më shumë përtej Kosovës. Më shumë përtej Kosovës, që njëkohësisht për shkak se të një industrie të bazuar në minerale, në shkrirjen e tyre, në industrisë kimike, ka bërë që edhe problemet mjedisore të jenë më të ngarkuara. Kjo na ka bërë që të gjitha mediumet mjedisore, do të thotë ujë, ajri, toka dhe bota e gjallë, biodiversiteti, siç e quajmë ne, të jenë në një gjendje e cila nuk është se po mund të kthjellet me gjithë përpjekjet që janë bërë, sidomos prej vitit 2002 kur është themelu Ministria e Mjedisit, Ministria e parë, dhe unë që edhe para asaj kam qenë pjesë e aktivitetet mjedisore, po në atë ministri kam qenë këshilltari i parë i ministrit mjedisit për çështjet mjedisit dhe i kemi hartu ligjet e para, rregulloret e para, të cilat kanë synuar që të paktën të ndalim degradimin që ne e parashinim me rastin e ardhjes së shumë projekteve investive në Kosovë, rindërtimi i vendit, rindërtimi i industrive, eksploatimi i resurseve natyrore, po që realisht shumë pak u bë, sepse edhe pse u bën këto 25 vite, 26 vite pas lirisë, dhe këto
vitet e pas pavarësisë u bën shumë ligje, shumë akte nënligjore, shumë politika, shumë strategji, plane, veprimi. Por në teren si është. Është një sindrom që tashmë në të gjitha sektorët e jetës përmendet sindromi i të mësuarit të zbatuarit të ligjeve. Pra ligjet po i bëjmë besa me shumë ekspertizë. Ne kemi problemen si t'i zbatojmë. Me shumë ekspertizë ndërkombëtare, do të thuhet të gjitha ligjet e mjedisit janë zhvilluar me ekspertizë të BE-s, të bazuar në direktiva të BE-s, por kur po vjen puna tek zbatimi i tyre në praktik, pastaj po kemi shumë probleme, sepse problemet e ngërthyera në mjedis nga njëherë po janë aq të thella saqë ligjet po thuaj nuk i kanë marrë në konsideratë se si do të mund të zbatohen me rrethanat dhe kushtet tona. Do thotë po e marr një shembull nëse është aprovu ligji për lejen e integruar mjedisore, që është instrumenti më i lartë, më perfekt në BE për mi pengu degradimin e mjedisit me rastin e ndërtimit të instalacioneve, impianteve të ndryshme industriale, si do të mund të aplikosh një ligj të tillë, ta zëm në Kekun, në Feroniklin që operon me teknologjitë e viteve 70-80. Si do të mund të aplikohet kjo? Dhe kjo diskrepancë mes realitetit dhe shkollës së përgatitjes së ligjeve ka kriju një lloj vakumi që nuk po shihet ai përmirësimi që duhet. Duke ardhur këtu dje edhe duke ardhur dhe lexova pak raportin e progresit Komisionit Evropian, më intereson veç ai kapitulli 27 për cilin e kanë bërë atë hulumtimin vitin e kaluar. Po patjetër nuk do të futemi në thellësi sepse do ta trajtojmë në emision tjetër. Mjedisi dhe ndryshimet klimatike me pasë si Komisioni Evropian e ka vlerësu progresin e Kosovës në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike dhe po thuaj kemi permanent e kemi atë limited progress apo progres shumë i vogël që me sen se punoj me mësimdhënësit të arshëm, gjithmonë i them këto 5 shkallët e vlerësimit që jep Komisioni Evropian, llogaritni me notat që i vendos një nxënës prej 1 deri në 5. Dhe kjo limited progress i bie nota 2. Do të thotë një 2 që kryesisht lidhet përsëri kur hyjmë dhe e zbërthejmë, kryesisht lidhet me aprovimin e këtij ligji, të asaj strategjie, po jo që po shihet diçka në Por profesor, sigur u tha dhe në Tiranë, edhe ne në Kosovë nuk është se prodhojmë dash, ne në të shumtë në raste viteve të fundit më shumë jemi duke importuar edhe energjinë elektrike, sado që jemi ankuar shpesh dhe vazhdojmë të ankohemi se me gjithë pasurinë shumë të madhe me thëngjell që ka Kosova dhe do t'i plotësonim nevojat tona edhe për shumë vite me radhë, ne vazhdojmë të importojmë. Do thotë nuk po e ndotim, po tani një mes kësaj asaj interesit për të prodhuar, qoftë energji, apo dhe terasje feronikelit, apo dhe gjërat e tjera, mes asaj që të zhvillojmë industrinë dhe të ruajmë ambientin, sa është vështirë ta gjejmë një mesatare të levërdishme për të gjithë. Të ne në Kosovë, nëse i kthehemi çështjes së ndotjes së ajrit, po edhe ndotjes mjedisit përgjithësi po saj përket ajrit, sepse e përmendet si një nga nën temat e emisionit, për dallim nga Shqipëria, e cila nuk e ka shumë problemin e ndotjes së ajrit nga sektori energjetik, te ne është problemi numër 1. Do të thotë ndotësi kryesor aktiv i ajrit në Kosovë, dhe jo vetëm, është Keku me të gjitha kapacitetet gjeneruese të tij, aq sa gjeneron. Do të thotë aq sa gjeneron, ishin i tymtarët e Kekut dhe mund të konkludojmë se çfarë nivele shkarkimeve të CO2-shit bën atje, çfarë nivele të shkarkimeve të ndëzve primar, do të dioksidi sulfurit, se nuk bëhen investime për të vu filterat dhe për të ndryshuar teknologjinë. Në mënyrë që edhe të mund ta shfrytëzojmë këtë pasuri natyrore që e kemi, po të mos e ndotim ambientin. Janë 2 arsye bazë, do të thotë e para është sepse objektivi, qëllimi fundamental i këtyre dekadave pas luftës së Kekut ka qenë që ai të mbahet gjallë që të prodhoj rrymë. Kjo ka qenë kërkesa e parë. Dhe gjithmonë çështja e mbrojtjes e ndotjes që vjen nga ai dhe përmirësimi të parametrave shkarkues në ajër ka qenë dikun nga fundi i listës së prioriteteve. Dhe e dyta është që ne e kemi lëshuar rastin që të ndërtojmë një termocentral të ri, i cili do t'i shfrytëzonte këto resurse natyrore të qymyrit që i kemi, shumë, me një teknologji
më të avancuar, sepse unë gjithmonë kam thënë se me investime nga jashtë, kur e them teknologji të avancuar, tjetë e avancuar në nivel të shteteve që janë në zhvillim, sepse është vështirë të pritet që në një shtet si Kosova të vinë teknologjitë dorës së fundit. Gjithsesi do doj nga Komisioni Evropian termocentrali i ri që sido që tjetë një ndërtim i një termocentrali të ri me 500-600 megawatt, Kosova Re, Kosova C, Kosova D, Zh, cila do që t'ishte ajo, do t'ishte zëvendësim i 3-4 bloqeve që operojnë që nga vitet 70 dhe të cilat me të gjitha kriteret e ndërkombëtare të Bashkimit Evropian, cilat do merrni e kanë përfunduar tashmë ciklin e jetës së tyre. Pra, ato janë duke operuar jashtë ciklit normal. Si e vlerësoni, profesor, pengimin e këtij projekti kaq madhor, kaq të rëndësishëm për Kosovën? Unë mendoj se në radhë të parë projektin e ka dështuar politika në Kosovë. Do të ndryshimet e qeverisë, sepse nga një herë na akuzojnë edhe neve ambientalistëve, thonë se ju keni qenë kundërt, po nuk besoj se ambientalistët kanë pasur atë fuqi që ta pengojnë një objekt. Ne kemi shprehur gjithmonë brenga tona se çka do të bëhet nëse do të ndërtojmë 2000 megawatt siç planifikoi Kosova C atëherë, por duke filluar prej meje si një ambientalist që tashmë 2 dekada gjysmë jam aktiv në këtë fushën e mjedisit, kur unë them se jam për një termocentral të ri, po besoj që edhe të tjerët janë, sepse është resurs. Dhe kemi resurse të mjaftueshme të qymyrit dhe lufta në Ukrainë, e cila që rregulloi tregun energjetik të Evropës, po që për 2 vjet në fakt e rirregulloi të njëjtin që të iket varësia nga Rusia për gazin rus, do thotë ne është dashur të gjejmë një rëmundësi që ta shfrytëzojmë këtë momentum kur shumë vende përfshin Gjermaninë fillun të reaktivizojnë. Edhe gjatë kohës së pandemisë fillun të termocentralet që tashmë ishin mbyllur. Dhe të investohet një termocentral, qoftë nëse na kanë ikur, në fakt i kemi përzën investitorët, edhe amerikani kemi përzën prej këtij projekti. Të shkohet me investime vendore. Po flitet që këto 4-5 vjet janë dikun rreth 1 miliard euro energji të importuar. Ajo është importuar. Faktikisht e kemi konsumuar atë termocentral. Në asnjë shans nuk do të kishte kushtuar më shtrenjtë një termocentral i ri të ndërtojnë. Kështu këtu edhe ndihma që do na vinin nga jashtë për këtë termocentral. Faleminderit profesor, do ta vazhdojmë pjesën tjetër. Ja. Po, faleminderit mirë vete, faleminderit të ftuarit tuaj, profesorit që është në studio, zotit Veselaj. Shkojmë në Radio Shkup me Dali. Po, ja, faleminderit. Fjala është për ju, si është situata e mjedisit në Maqedoninë e Veriut, sidomos në regionet ku jetojnë shqiptarët e tjerë. Profesor, do më thënë, t'i shtojshë kësaj dhe raporti fundit i Komisionit Evropian në aspektin e mjedisit, çfarë cilësinë, si e vlerësojnë ata, edhe pse pak u përmend në Prishtinë, do të bëjmë një emision të veçantë për eurointegrimin dhe do t'i përfshijmë këto, megjithatë në aspekti ekologjik, do më thënë, si e sheh Bashkimi Evropian, sepse ju vini nga fakulteti juridik dhe shpesh herë legislacioni janë duhet për shtatet me legislacionin e Bashkimit Evropian, sfidat janë permanente si ngrohja globale, abuzimet me gjithë ato pasurinë ndërtoksore dhe gjërat tjera në këtë kontekst. Faleminderit edhe një herë për ftesën, i përshëndes edhe kolegat jemi në studiot në Prishtinë dhe në Tiranë. Unë që mbi 1 dekadë që vetëm se i trajtoj këto çështje ekologjike, mirë po nga një këndvështrim tjetër, domethënë me qenë se me vokacion jam jurist i fushës penale, pranë Universitetit të Tetovës, fakultetin juridik dhe kryesisht çështjet ekologjike i trajtoj nga ky këndvështrim. Po, domethënë mirë e shfletova raportin e progresit që për të 3 vendet dhe kryesisht ishte raport me vërejtje serioze, si për Maqedoninë, po ashtu edhe për Shqipërinë dhe po ashtu edhe për Kosovën. Në pjesë dërmuese jepeshin vërejtjet limited progress që përmendi profesori, apo there is no any progress, domethënë që nuk ka asnjë farë progresi në fushat caktuara. Në veçanti nuk kishim progres se përket asaj fushës në pjesën e ndotjes së ajrit, ndotja industriale,
menaxhimi me mbeturinat, dhe ishin disa vërejtje, me qenë se ne edhe Shqipëria edhe Maqedonia, Kosova për shkak të një kontesti tjetër, do me thënë me njohjen nga OKB-ja, ne dy vendet, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, janë nënshkrues edhe të marrëveshjes së Parisit, do me thënë prej së cilës marrëveshje rrjedhim po ashtu edhe obligime tjera, ne në këtë drejtim, do me thënë qalojmë paksa, për shkak se, ja për shembull në Maqedoninë e Veriut është në procedurë parlamentare ligji mbi që e trajton çështjen e klimës, mirë po ende nuk është i miratuar. Në Kosovë, bile kjo shënohet edhe në vërejtjet e progresit, raportit të progresit, po ashtu edhe në Kosovë është e njëjta. Do me thënë nuk kemi të trajtuar ligj veçantë që do ta trajtonin çështjen e ndryshimeve klimatike apo te ne siç e quajnë ligji mbi aksionet klimatike, mbi aksionin klimatik. Në këtë drejtim, unë do të kisha thënë se Republika e Maqedonisë së Veriut ndoshta një hap është para edhe Shqipërisë edhe Kosovës, për shkak se drejt përse drejt i ka të implementuara edhe disa direktiva të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Evropës dhe të Parlamentit Evropian, në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor, do me thënë janë direktivat për mbrojtjen e mjedisit jetësor përmes së drejtës penale, nga e cila direktivë rrjedhte i ashtu quajtura vepra penale, veçantë ekocidi, ecocide, që ne e kemi të inkorporuar më dhe jemi nga vendet e vetme këtu në Ballkan, por edhe më gjerë, që e kemi të inkorporuar veprën penale ekocid, i inkorporuar në kapitullin i veçantë që ja kushtojmë mjedisit jetësor, veprat penale kundër mjedisit jetësor dhe natyrës, dhe edhe sipas rekomandimeve dhe kërkesave të direktivës, por edhe në kodin ton penal, do me thënë parashihet si një vepër mjaft serioze, bile për personat fizik që do të ndotin mjedisin jetësor. Qëllimi i ekocidit është të bëhet fjalë për ndotje masive, shkatrim masiv të ndotjes mjedisit jetësor, siç është rasti me për shembull lëshimin apo derdhjen e chemikaleve në për ujëra apo në për tokë, me çka do me thënë në mënyrë të pakontrolluar do ta kishte ndotur qoftë ujin apo tokën, ose shkaktimi i zjarreve në pyje, ashtu siç po thyesim çdo vit ne që ballafaqohemi, do me thënë pasojat të jenë të konsiderueshme, të jenë të mëdha, do të jenë irreversibile, do me thënë të pa reparueshme, dëmi do të jetë jashtëzakonisht i madh për personat fizik që në këtë mënyrë do ta ndotnin mjedisin jetësor, do ta shkatronin natyrën, parashihet dënim me burgim prej 10 deri në dënim me burgim të përjetshëm. Direktiva parashihet së paku thot dënim me burgim prej 10 vjet e më tepër tek ne do me thënë parashihet si dënim me burgim të përjetshëm. Bile është aq rigoroze është direktiva sa që për shembull parasheh mes tjerash përveç ky si dënim kryesor parasheh edhe disa dënime tjera plotësuese. Për shembull shkarkimi nga personi juridik të cilën e udhëheq, apo largimi nga detyra zyrtare, mosdhënia mundësisë që në një kohë të caktuar mos të merr pjesë në jetën publike, e kështu me radhë. Profesor, shumë mirë e potencuat një diçka që nuk u diskutua as në Tiranë dhe Prishtinë, por doja tani të kalojmë në më drejt për drejt se cilat janë ato probleme më të prehta që ndotin ambientin në Maqedoni. Është e çuditshme në fakt që një vend i vogël, për shembull Maqedonia, që të ballafaqohet me kaq ndotje, domethënë shkohet bën pjesë të ato vendet më të ndotura. Çfarë bën këtë më specifike për çfarë ndodh? Unë realisht dhe në thirrjet e mia, në apelet e mia, edhe në shumë konferenca shkencore që marri pjesë, edhe në debate televizive, radio, gishtin këtu në Maqedoni, domethënë se specifikat janë të ndryshme për dallim nga Kosova, ndoshta edhe nga Shqipëria, gishtin këtu tek ne e drejtoi tek komunikacioni. Po, padyshim, kemi edhe faktor tjerë, çështja e gasifikimit, për shembull, përmendet ngrohja e anvistrive me lëndë djegëse që askush nuk ka asnjë kontroll, dhe faktor tjerë. Por ama, faktor numër 1 që ndot tek ne mjedisin jetësor, në veçanti ajrin, unë e drejtoj tek komunikacioni. Nuk kemi
kontroll të transportit, në veçanti të automjeteve të cilët na vinë nga që zbrazet perëndimi atje, duke hudhur automjetet e panevojshme të tyre, që ndoshta nuk i plotësojnë më standardet si është neve E1, E2, euro së minimumit të standardi euro 4, ne do me thënë e kemi ngritur atë rampën edhe bëjmë pranimin e çfarë do qoftë automjeti i cili nuk i plotëson as standardet minimale. Në vitin e kaluar është për të përshëndetur një vendim i qeverisë që automjetet e këtilla më fillimisht e para të mos jenë më të vjetra se 10 vjet, edhe minimum do me thënë të plotësojnë atë standardin euro 4. Qeveria paraprake në këtë drejtim do me thënë që të ketë një faralloj kontrolli në veçanti në kryeqendrën e Maqedonisë, pra në Shkup, bëri një propozim me vënien e etiketave apo atyre letrave me ngjyra, të cilët automjetet të cilët do t'i plotësojnë kushtet më të larta ekologjike do të mundet të qarkullojnë në qendrën e qytetit, kurse ato të cilët janë me standarde më të ulta ekologjike do të mundet vetëm në periferi të kryeqendrës. Por fatkeqësisht mbeti vetëm si propozim edhe nuk u aplikua as pak. Një fakt shumë rëndësishëm, një koleg domethënë për të rretëruar dhe bëri një material dhe ai në analizën e tij vëri në dukje që hidrocentralet, ato që shkatrojnë biodiversitetin, ato që mbase ne nuk jemi koshent, ato qytetari i rëndom, domethënë hudhjen që bëjmë plastikave, nailonave, që ndër tokë ndotin ujin dhe më pas perimet ose ato na kthehen nga Kroacia rasti fundit ne e kishim. Çfarë qytetari ka dorë dhe nuk e bën, të lëm pak këtë faktorin që ju e potencuat që është më determinues, padyshim. Kështu, do me thënë, duke trajtuar këtë çështje nga dimensioni juridik, nga aspekti juridik, do të filloj prej te akti më i lartë. Republika e Maqedonisë së Veriut posedon i tërë legjislacionin e duhur që e trajton, e rregullon çështjen e mjedisit jetësor, se si të mbrojt mjedisi jetësor e kështu me radhë. Akti më i lartë juridik i vendit, kushtetuta e vendit, shumë në mënyrë decide dhe precize e rregullon këtë çështje. Neni 43, i cili thot e drejta në mjedis pastër, e çëndosh jetësor është një nga të drejtat themelore që i takon çdo qytetari apo çdo individi. Një. E dyta, çdo individ, çdo qytetar është i obliguar të kujdeset, të ndihmon, të zhvillon mjedisin jetësor. Dhe elementi i tretë i kësaj dispozite kushtetuese i drejtohet shtetit. Republika thot, shteti me aparatin e vet shtetëror është i obliguar që të krijon kushte çdo qytetari për një mjedis të pastër e të shëndosh jetësor. Me këtë çka do të them? Se nuk bie vetëm faj tek shteti, tek aparati shtetëror. Por edhe tek çdo njeri prej neve. Unë zakonisht këtë luftë e quaj, e thiri, e emërtoj me atë maksimën e Thomas Hobbesit, bellum omnium contra omnes. Lufta e të gjithë neve kundër të gjithë neve. Po, kjo është lufta, do me thënë që të gjithë ne duhet të bëjmë kundër kujt, sërish kundër të gjithë neve. Do me thënë, nuk ka kufi si që përmendi parafolsi i im, nuk ka kufi, nuk kanë kufi pasojët të cilat shkaktohen si rezultati ndotjes së mjedisit jetësor, andaj po ashtu edhe bashkëpunimi, edhe kontributi se cilit prej neve nuk duhet të ketë ndërprerje, nuk duhet të ketë kufi. Pra, asnjëri prej ne nuk duhet të amnestohet se po, kjo është çështje që i përket vetëm shtetit, institucioneve shtetërore, komunës e kështu me radhë. Do të vijojmë me kronikën e Malizi. I kam numëruar minutat. Veç kujdes herën e dytë minutazhin për ne, sepse ne javën tjetër nuk kishim parë. I kam numëruar. Shaka, ja. Faleminderit Mehmet Ali, faleminderit profesor Osmanit. Shkojmë me kronikën e përgatitur nga kolegu Senat Gilaj. Ai për këtë temë kishte të ftuar Elma Kafezgjic, Pepic, ekspert e mjedisit. Më falni nëse nuk e citova mirë emrin e zonjës ftuar nga kolegu Gilaj. Ta ndjekim
Të nderuar dëgjues, të nderuar kolegë, ju përshëndesim nga studio e Radios së Malit të Zi. Për temën e fjalë sot ne kemi të ftuar ekspertën e mjedisit jetësor, profesoreshën Elma Kahvedžić-Pepić, e cila do të na flasë për cilësinë e mjedisit jetësor në Malë të Zi. Ju lutem Elma, fillimisht diçka lidhur me pasuritë natyrore të vendit. Mali i Zi është një vend me pasuri të mëdha natyrore, ka shumë mal, lumej, liçan dhe një bregdet të gjatë në detin Adriatik. Shpesh shteti shpallet si shtet ekologjik. Megjithatë, realitetet tregojnë se cilësia e mjedisit jetësor përmballet me sfida siç janë ndotja e ajrit, menaxhimi i mbeturinave, ndotja e ujit dhe presioni nga turizmi. Kur flasim për cilësinë e ajrit, mund të thojmë se në zonat bregdetare, siç janë Budva, Tivari, Tivati, gjithashtu dhe Ulqini, cilësia e ajrit është e mirë, por qytetet siç janë Plevla, Nikšići, gjithashtu dhe Podgorica, përmballen me nivele të larta ndotje gjatë dimrit. Shkaqet kryesore janë ndjegja e drunve dhe qumurrit për ngrohje, trafiku dhe industria. Në Plevla ajri shpesh klasifikohet si i rrezikshëm për shëndet, kurse ky qytet në rajon konsiderohet si qyteti me ajër më të ndotur gjatë dimrit. Rritja e sëmundjeve autoimune, respiratore dhe alergjia shfaqen si pasojat e ajrit të ndotur në këto vende. Kur flasim për cilësinë e ujit, mund të thojmë se ujrat e liçenve dhe lumejve kryesore janë përgjithsisht me cilësi të mirë, por në disa segmente, si lumejt Moraça dhe Çehotina, mund të thojmë lezeta, janë të ndotura nga beturinat urbane dhe industriale. Kur flasim për bregdet, 90% e zonave për notim kanë ujë të kategorisë shumë të mirë. Mali i Zi është shteti i cili është i mbuluar nga pyjet. Rreth 60% e territorit të Malit të Zi mbulohet nga pyjet. Kur flitet për biodiverzitet dhe zonat e mbrojtura, mund të jem krenar se Mali i Zi ka një biodiverzitet të pasur me mbi 3000 lloj bimor dhe qindra lloj shtazor. Rreth 13% e territorit toksor dhe 1.8% e detit janë në mbrojtje. Megjithatë, ndotja e tokës është e pranishme në zonat industriale, veçanërisht në Nikšić dhe Plevla, ku gjenden mbetje metalike të rënda dhe mbeturina industriale. Po lidhur me menaxhimin e mbeturinave ose mbetjeve. Kur flitet për mbeturina dhe menaxhimin e mbeturinave, mund të shohim çdo ditë se ka përparime në grumbullimin e tyre, por reciklimi ende mbetet në nivel të ulët. Rreth 15% reciklohet. Shumë komuna përmballen me deponi ilegale. Në vitin 2022 janë prodhuar mbi 1.4 milion tona mbeturina, nga të cilat 20% ishin të rrezikshme. Si ndikon politika e urbanizmit ose mbi ndërtimeve, por edhe dhe turizmit në mjedisin jetësor tek ne? Zonat bregdetare përmballen me mbigarkesën gjatë sezonit turistik, megjithatë turizmi dhe ndërtimet pa leje rrezikojnë zonat e ndjeshme ekologjikisht. Ndotja akustike dhe kanalizimet ndikojnë negativisht në mjedis jetësor. Ndërtimet pa planifikim dëmtojnë ekosistemet natyror. Për fund, ju lutem, a mund të na thoni diçka duke pasur parasysh se jemi edhe shtet ekologjik, çka parashihet me kushtetutë dhe si përfundimisht e kemi mjedisin jetësor? Kur flitet për politikën dhe masa shtetëror, mund të thojmë se kushtetuta e Malit të Zi e shpall shtetin ekologjik, ligjet janë të harmonizuara me ato të Bashkimit Evropian, por zbatimi mbetet i kufizuar për shkak të mungesës së burimeve financiare dhe kontrollit. Cilësia e mjedisit jetësor në Malë të Zi është mesatare, bregdeti dhe zonat malore janë të pastra, por qytetet industriale, siç janë Plevla dhe Nikšići, kanë ndotje serioze të ajrit dhe tokës. Menaxhimi i ujrave dhe mbeturinave është e përmirësuar, por kërkon investime të reja. Profesoresh, faleminderit që ishit pjesë e emisionit Pa Kufi. Faleminderit që më ftuat në emisionin tuaj. Pra, kolegë të nderuar, ishte kjo kronika nga Radio e Malit të Zi për këtë javë. Ju falenderojmë ju kolegë dhe të gjithë dëgjuesit ton kudo që janë në vëmendje dhe ju dëshirojmë çdo të mirë. Përshëndetje nga Podgorica, Senat Gilaj. Faleminderit kolegu Senat Gilaj, i cili kishte të ftuar ekspertën e mjedisit Elma
Kaverdžić Pepić. Vazhdojmë bisedën në studion e Radio Tiranës me Nërtila Muçollarin, ekspert e mjedisit. Nërtila, pra njeriu është ndotësi më i madh, siç del nga biseda edhe nga argumentet e kolegëve në studiot e tjera, përveç njeriut. Kush është ndotës tjetër i mjedisit? Përveç njeriu ngelet gjithmonë njeriu ndotës si kryesor, sepse të gjitha aktivitetet ndotëse të mjedisit vinë si pasojë aktiviteteve që kryen njeriu. Për këtë arsye dhe ne lidhim një nga problematikat më të mëdha mjedisore që janë ndryshimet klimatike. Kryesisht ne flasim gjithmonë për të dhëna pas vitit 1960 ose pas zhvillimit industrial. Çfarë mund të bëjë njeriu këtyre ndryshimeve klimatike? Njeriu me aktivitetet e tij, siç kanë qenë industria, për aktivitetet të ndryshme jetësore që po zhvillon, transporti, apo dhe prerja e pyjeve, janë një nga kontribuesit kryesor të çlirimit të CO2-shit në ajër, e cila pastaj më pas përkthehet me ndryshime klimatike apo rritje të temperaturave. Të gjitha këto rritje të temperaturash neve po na përkthehen në problematika të ndryshme, jo vetëm mjedisore, por edhe shëndetësore, por edhe sigurie ushqimore, por edhe problematika të ndryshme ekonomike të infrastrukturës. Pra, të gjitha këto efekte tashmë të ndryshimeve klimatike që vinë si pasojë e shkarkimit të gazeve serë që themi ne ose të CO2-shit të shliruar nga industria, transporti edhe bujqësia, ne nuk jemi një kontribues fatmirësisht në ndryshimet klimatike apo në shkarkimin e gazeve serë si pasojë e zhvillimit të ulët të industrisë, si pasojë e një energjie të pastër që ne prodhojmë, por që jo shfrytëzojmë, sepse fatkeqësisht nuk arrim dot që të plotësojmë të gjitha nevojat tona për energji nga energjia që ne prodhojmë dhe shpeshherë ne importojmë edhe energji të prodhuar prej qymyresh, që është një nga kontribueset e gazeve serë. Fatmirësisht ne nuk jemi kontribues, por fatkeqësisht ne jemi një ndër vendet të cilat konsiderohen të rrezikuara nga efektet e ndryshimeve klimatike, të cilat po na rrezikojnë bujqësinë, po na rrezikojnë ekonominë, shëndetësinë, infrastrukturën dhe me radhë që përmenda edhe cilësinë e jetës tonë. Pra cilësinë e jetës. Kur është fjala tek njeriu për të bërë diçka për këtë realitet, domethënë, a mund të themi se kemi politika mjedisore të qëndrueshme për të menjanuar sadopak këto efekte negative që përmendëm deri tani? Vendi ynë për momentin nuk ka të rësisht politika të qëndrueshme, por po përpiqet që të parafroj politikat me ato të Bashkimit Evropian për të qenë të qëndrueshme. Së fundmi shumë plane, si plani i adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike, plani i energjisë dhe klimës, apo plani i kontributit ndaj ndryshimeve klimatike, të gjithë këto po përpilohen që të jenë në të njëjtat standarde me direktivat EBS, në mënyrë që ne të kontribuojmë sadopak si në shkarkimet e gazeve serë, në ato pak që kemi ne t'i ulim akoma edhe më shumë, pasi Evropa po kërkon dhe bota njëkohësisht po kërkon që ne të kalojmë në shkarkues 0 deri në 2050-ën, pak e vështirë dhe ambicioze, por praktikisht Evropa po përpiqet që të rregulloj pra ligjet dhe kuadrin ligjor për të ulur shkarkimet nga të gjithë sektorët. Për këtë arsye përflitet në Evropë edhe në Ballkanin Perëndimor, kryesisht në vendet në më kontribuese për gazet serë, për kalimin nga një energji qymyresh në një energji të pastër, pra tranzicionin energjisë, pra të gjitha këto direktiva por përpiqen që të rregullojnë në mënyrë që të gjitha vendet që bëjnë pjesë në BE të jenë sa më pak shkarkuese të gazeve serë, sa më pak kontribuese në uljen e shkarkimeve, pasi ulja e shkarkimeve do të çonte më pas edhe në uljen e temperaturave dhe në uljen e efekteve të gazeve serë. Dhe jo vetëm në uljen e shkarkimeve, ne flasim dhe për plan adaptimi, pra në mënyrë se si ne mund të adaptohemi me ndryshimet e temperaturave dhe me ngrohjen globale. Pra që ne të ulim më shumë efektet e tyre në të gjithë sektorët e mundshëm që preken. Pra të marrim masa përshtatse ndaj tyre në mënyrë që
të gjithë sektorët, por edhe shtresat të ndryshme të popullsisë të preken sa më pak prej efekteve që praktikisht po rezultojnë shkatërruese. Dhe legjislacioni ynë në Shqipëri është drejt përmirësimit. Është drejt përmirësimit. Dhe shpresojmë. Po shpesh problematika më e madhe në vendin tonë nuk është legjislacioni, problematika më e madhe është zbatimi. Pra qasja dhe zbatimi i legjislacionit. Faleminderit shumë Nertila Mushëllari për kontributin në emisionin Pa Kufi. Jeni e mirëpritur. Ju falenderoj për ftesën. Dhe fjalë të mira për qendrën burimore të mjedisit, pjesë e së cilës jeni edhe ju. Faleminderit. Atëherë mirë vete. Po. Fjala është për ju. Po, patjetër, do të vazhdojmë, profesor. Profesor, folëm kryesisht për ndotjen e ambientit nga industria, por tani në sinën e vjeshtës me klimën e Kosovës është patjetër edhe ngrohja, që në shumicën e rasteve vjen o nga thëngjilli, jo ndoshta çdo kund, por megjithatë kushtet e shqiptarëve imponojnë në një formë të tillë në një çështje sa më ekonomike dhe kjo e rrit edhe ndotjen e ambientit edhe më tutje, pastaj komunikacioni po ashtu automjetet e vjetruara, është degradimi i madh i lumenjve, shkatërimi dhe degradimi i pyjeve. Kemi pasur disa impiante të ndërtuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian për trajtimin e ujrave të zeza, kemi problem po ashtu edhe menaxhimin e mbeturinave dhe të gjitha këto ndërlidhen dhe na vijnë si rezultat negativ në ndikimin e shëndetin tonë. Çfarë mund të bëjmë për të përmirësuar këto gradualisht? Nëse mund të flasim fillimisht për politikat. Çfarë duhet të ndjekim dhe pastaj do të flasim edhe për faktorin njeri individualisht, se ne secili kemi edhe pjesën tonë të fajit në gjithë këto. Pyetje me vend një korrigjim i vogël do të thotë Kosova nuk është ka një industri që tikon. Ai thashë po sektori energjetik është ai që na prin, pastaj vije sektori transportit i rënduar sidomos në qendrat urbane që i kontribuojnë ndotjes së ajrit, e më pas diku ka vendi 3-4 vije këto impiante industriale sa do të vogla që janë që i kontribuojnë kësaj situate. Çfarë duhet bëhet? Unë gjithmonë e potencoj faktin se ajo që duhet bëjnë institucionet, qoftë në nivelit qendror, qoftë në nivelit lokal, është që t'i kapin në dorë të gjitha ato politika që janë aprovuar tashmë nga ata vetë dhe të fillojnë t'i zbatojnë në praktikë. Ne si qytetar kemi nevojën të shohim ndryshime, qofshin ato të vogla, por që t'i shohim se janë duke ndodhur. Përveç kushteve klimatike që tash na rëndojnë situatën me ndotjen e ajrit në qendrat urbane, kur nevojiten resurse për ngrohje dhe shumicën e qyteteve ende kemi mjaftueshëm resurse të qymyrit dhe drurit që përdoren për ngrohje. Janë edhe këto ndryshimet e vetë parametrave klimatik, lagështia e ajrit që rritet dhe një parametër që është mungesa e gjelbrimit. Për dallim të zëm nga Mali Zi që u përmend nga kolegja atje nga Radio Mali Zi, nga Shqipëria që ndoshta klima bregdetare ja mundson të tilla, qytetet tonë në përgjithësi kanë mungesë të madhe të gjelbrimit për kokë banori. Ne dëgjojmë shpesh informacione për degradim të pyjeve, si vjetë kemi pasur edhe shumë djegje, jo vetëm në vendin tonë, në vendet tjera. Por rrallë na bjen të dëgjojmë ndonjë informacion për ndonjë projekt për pyllëzim të një kodra, për një ndërtimi. Po. Kjo mungon shumë. Nuk ka, sepse më shumë se për ripyllëzim ne kemi nevojë ta ndalim degradimin, sepse pyjet e rikuperojnë vetveten. Po, sigurisht. Ato rigjenerojnë vetveten. Ajo çka duhet është se ne duhet ta ndalim pak presionin. Unë jetoj në vikendeve dhe pushimet verore dimrore në një fshat timin atje te komuna Klinës, edhe i shoh ato pyje. Njerëzit kanë nevoja për ngrohje dhe nevoja për ngrohje po i bën që pylli as se si prej luftës, kur është prerë dhe dëmtuar, të mos mund të rigjenerohet ashtu si e mbaj mendun para luftës si ka qenë. Sepse njerëzit kanë me shku dhe qofshin edhe filizat me disa centimetra të rashësi t'i presin që të dhe kjo prerje bëhet pa kontroll. Po.
Sepse ndoshta do të mund të bëhej në një formë të kontrolluar që të jepet mundësia të rigjenerohet. Por si ta gjejmë, profesor, si ta gjejmë mesin mes kësaj se ne duhet të shfrytëzojmë të mirat që na jep natyra, se aq më tepër në një vend si Kosova që është edhe e varfër, po si ta gjejmë një mes që ne në të njëjtën kohë edhe ta ruajmë, se këtë vend do e lëmë edhe për brezat që vinë. Po nuk na takon neve të shfrytëzojmë gjitha resurset që kemi në dispozicion, duhet mendojmë edhe për fëmijët tanë dhe për gjeneratat që do të vinë dhe do të fillojë që nga këtu, që nga veprimet tona sot, se si ne mund të ndikojmë të ardhmen e tyre për mirë ose për keq. Ajo se si ne jemi duke abuzuar mjedisin, po tregon se nuk jemi duke ju lënë një bazë të mirë për të pasur një ambient të shëndetshëm në radhë të parë. Dhe kjo kërkon në ndërhyrje imediate nga ana institucione. Shteti është këtu. E përmendi kolegun nga Mali, nga Maqedonia e Veriut që e kemi të drejtën për mjedis në kushtetutë. Ne nuk e kemi as kushtetutë. Te neni joni kushtetutës neni 52 i referohet përgjegjësisë për mjedisin jetësor. Do të thotë edhe pse një grup ambientalistësh që kemi qenë edhe ne. Ne ta bëjmë këto sot. Jo, diçka që është rregulluar me kushtetutë, pastaj e shtron bazën shumë më të mirë për trajtimin e ligjeve, sepse nëse thu përgjegjësia, për të kërkuar përgjegjësi nga dikush njëherë duhet t'ja japësh të drejta, pastaj kërkohet përgjegjësia nga dikush. Dhe neve na mungon. Kemi qenë një grup ambientalistësh, ndërta edhe unë që në kohën kur është hartu kushtetuta kemi insistu, sepse ky nen 52 është në mesin e kapitullit për të drejta dhe liritë themelore. Është i vetmi nen që nuk e mban thirrjen e drejta për, po e mban ato përgjegjësia për mjedisin. Ne e ndjejmë përgjegjësinë, por ne duhet kemi të drejta në radhë të parë. Dhe e drejta është se shteti duhet të sigurojë kushte që njerëzit të mund të frymojnë lirshëm. Është ajo maksima një pyetje për profesorin. Më mirë është parandal. Nëse është e mundur, a kemi bashkëpunime mes vendeve tona për ja u pyeta ka bashkëpunim për ruajtjen e kontribuar në jemi vende të vogla dhe ky ajër do lëvizë. Sidomos tek ujërat e tjerë. Ka bashkëpunim mes institucioneve dhe organizatave të ndryshme ambientalistëve në rajon? Realisht më shumë sepse më shumë bashkëpunim mes organizatave se sa mes institucioneve. Institucionet qeveritare duket edhe këto mbledhjet e përbashkëta të qeverive që ndodhin ishin më shumë një lloj fasade që do të bëjmë këto sepse nuk është se të paktën ne që mirë me këtë punë po shohim shumë rezultat nga këto procese. Po për kulturën, profesor, për kulturën në ruajtjen e ambientit, se sigurisht këto edhe duhet të gjobiten në këto akte që degradojnë ambientin ton, po për kulturën njerëzore bëjmë si bashkëbisedim bashkë me profesorin. Po. Ti mbajmë telefonat hapur dhe mund të flasim. Po me medali. Po. Më thënë, profesori kishe një vërrejtje në lidhje me të, se Alice Begve që thotë ligji është mirë, por kur fillon ai të implementohet deformohet. Dhe mbase është problemi edhe mentaliteti, sepse viteve të fundit ne vizitojmë shumë shtete evropiane, që për një dru nëse ti e cëngon janë gjobat edhe është mentalitet. Po ai mentalitet ka ndryshuar me medali pikërisht me gjoba. Mungon fatkeqësisht në përgjithësi edhe në Maqedoni, por edhe në vendet tjera të Ballkanit, në Shqipëri edhe në Kosovë, në përgjithësi kultura ekologjike, që do të thotë se ne pak kohë më herët i kishim ato ditët e drurit dhe zakonisht ato ditë ishin ditë pa punë. Mirë po një herë apo dy herë në vit, që të kemi një mjedis të pastër e qëndosh jetësor 365 ditë. Do me thënë, vetdia duhet të jetë në nivel 365 ditë. E jo vetëm ato ditët kur i shënojmë apo kur e bëjmë bajramin vetëm. E festojmë bajramin vetëm ditën e bajramit. Do me thënë, bajram duhet të jetë çdo ditë. Andaj do me thënë, për një mjedis të pastër qëndosh jetësor, trajtimi, kujdesi, kultura duhet të jetë e permanente, e vazhdueshme. Kopja e njeriut është e çuditshme, për shembull për ngrohjen globale. Dim ekzistojnë norma, ju përmendet atë si paradigmat Parisit, megjithatë ka vlejtun, por shumë vështirë i respektojnë sepse fillojnë abuzim, marrin naftë, nuk ngopet njeriu, domethënë është çështja e pangopsisë. E tërë fatkeqësia është këtu tek mos implementimi i rregullativës të cilën e kemi miratu. Do me thënë, ne jemi në një linjë, në një vijë me
aki komuniter, do me thënë me atë të Bashkimit Evropian, por edhe të akteve ndërkombëtare, siç ishte marrëveshja e Parisit, e konventa tjera, e Arkusit, e kështu me radhë. Por ama sa i përket çështjes së implementimit, do me thënë këtu qalojmë shumë. Jo vetëm ne, por edhe vende tjera për rreth që U përmend edhe bashkëpunimit, do me thënë bashku mundet ne më le të sfidojmë gjithë këta, sepse ndajmë ajrin e përbashkët, shkojmë pushime dhe malet. Thjesht këmbimi i ideve, këmbimi i praktikave të mira, kjo mund të na sjellë, do me thënë, pozitivitet edhe sa i përket kësaj çështje. Ja, për shembull, në një nga prezentimet që mora pjesë sa i përket prezentimit kapitullit 27 të klasterit 4, do me thënë të progres e raportit, në një rast si ide në lindi që ndoshta ne regulativën e kemi të adoptuar, të sjell. Mirë, po ndoshta na mungojnë institucione shtesë plus, po që u dha si propozim në atë tubim shkencor, për shembull ngritja apo themelimi njësiteve të veçanta policore, Ecopolis,